fillimisht nëse më lejon të pyes, sepse kemi shumë paqartësi kur shohim se raportohet ndryshe. Kur mund t'i themi i mitur një personi e kur fëmijë? Një person është i mitur deri në moshën 18 vjeçare. Por fëmijë nga i në të mitur kur kalon? Mirë po, mbi moshën 16 vjeçare, nëse eventualisht, po gjithmona janë në kupton me moshator, nëse mirë po mbi moshën 16 vjeçare, nëse eventualisht ekziston vullneti i dy të rinjve, domethënë ligji nuk e ndëshkan. Për ndryshe, te ky rasti që e kam lexuar sot me mëngjes, njerë u raportu se është e moshës 12 vjeçare, po pa marrë parasysh në moshën 16 vjeçare, kontakti seksual është me njëherë vepër penale e dhunimit edhe shumë e ndëshkueshme, edhe në praktikë gjithësore është shumë e ndëshkueshme. Ndërsa sot ishte, sot ishte komunikata tjetër se ajo ka qenë 13 vjeçare. Kjo nën kupton që kjo nën kupton që dënimi është në këtë rast sikur për me kry vrasje. Do me thonë 10 deri 20 vjet. Edhe në praktikë gjithësore dënimet ka qenë tashpra, mirë po këtu janë bashkë përgjegjës, duhet gjithë vehen para bankës së të akuzuarve edhe pronarët e bilave, të cilët lejojnë këto mosha vetëm për përfitime materiale, e do me thonë i bujnë ato villat, nuk e di që janë që duken mrena, kështu që këto është një përgjithësi, duhet të jetë edhe e villave, edhe në përgjithësi, ky rast edhe një rast tjetër që ishte më përpara që në villat e Peja dikon e humbën jetën dy të rinj, edhe në rrethana misterioze, këto do të alarmonin institucionet shtetërore të cilat lëshojnë Peja për këto villa, se apo respektojnë kriteret apo jo. Zonja Gashi, a mund të pyes a konsiderohet pedofili kjo, sepse kohët e fundit në Kosovë kur raportohet për fëmijë dhunuar, askush nuk po e përmendim që kjo quhet edhe pedofili. Jo, do me thonë është e postër pedofili për shkak se një mospërputhje moshës së tillë 54 me moshën 13 apo 12, shumë pa garanti, kjo është një pedofili e postër, mirë po kjo është një alarm për këtë Kosovën, këtë situatë çfarë tash jena të bisedu, për arsye se këto janë këtë bashkëpërgjegjës. Familja që nuk e kontrollon fëmijën, shkolla që nuk e lajmëron familjen nëse eventualisht ka mungu në shkollë, institucioni aty përmen ato villat që ka quen, kështu që kjo është shumë alarmante për shoqërinë kosovare. Pastaj edhe gjykatat duhet të bëjnë procese më të përshpejtuara apo t'i kenë më me prioritet. A ka edhe drejtësia këtu gish? Vetë fakti që tash këtu do të ketë arrestuar, pavarësisht nga rregulla që është në kodin penal të Kosovës edhe në konventa ndërkombëtare që çdo person është i pafajshëm derisa të vërtetohet me gjykim të prerë fajësia e tij. Mirë po edhe në këtë rast, do me thonën, gjykata sigurisht do ta para burgus, edhe vetë para burgu i nënkupton institucionet që të veprojnë sa më shpejt, të vihet e vërteta në pa, edhe natyrisht që personi bazë dispozita vlegjore do të merr dënim kapital. Nëse çito nuk ka dënim kapital, unë nuk di atëherë se do të ekzistojë ajo dispozita. Nuk po flas vetëm për këtë rast, se normalisht derisa është vetëm dyshim, nuk guxojmë të japim ndonjë fjalë, por flasim për rastet të cilat në fazën 6 orë policia do të thonë ka mandatin ligjor të ndalë çdo person, ma 6 orëve me autoritetin e prokurisë, ose nëse nxënien se këtë rast në vepër nuk ka nevojë me prit 6 orë, automatikisht në flagrancë është do të thonë personi arrestohet, mandej na fazën prej 28 orëve del para gjykatës, edhe në moment kur në nxjerr prokuria zëndim për fillim të hetimit, do me thonë ai vetë është i papirë. Po mandej shkon procedura e hetimeve, procedura e ekzaminimit mjekësor të vajzës, do me thonë ata të cilët dënohen vetëm se është e faktuar që ka ndodhur dhunimi,
i të miturve, i fëmijëve në këtë rast, a duhet të marrin dënimin maksimal sipas jush? A është metodë për mi parandalu këto gjëra? Deri tash, domethënë sidomos kohëve të fundit dënimet janë shumë tashpra, mirë po për shembull deri sot nuk di që ka bërë dikush dënim fjala vjen 20 vjet. Po megjithatë mendoj duhet të pashpërsohen edhe personat sepse pedofilia është një lloj smundje, edhe personat të cilët kanë orientime tjera seksuale nga orientimet normale, ata domethënë duhet edhe të trajtohen edhe në këtë rast që unë edhe në trajtim, domethënë se si është e mundur i 54 vjeçar ta gjej veten qetësinë e vet shpirtërore duke dhënë një fëmijë 13 vjeçar. Kjo ka të bëjë mendoj me shumë aspekte do të analizohet ky rast, edhe do të mobilizohen gjithë që të mos përsëritet në raste të tjera. Të falenderoj shumë për këtë linë. Që është tejet rast shqetësues, rast i tmerrshëm. Në vërtet. Edhe besoj ja këtu do të më pas çekonin me dhënë maksimumin jashtëm. Të falenderoj shumë zonja Gashi.